Derisa të tjerët flinin e kërhisnin, ajo je kishte lëngurur sy territ. Sa shumë i ishte lutur Zotit, por lutjet si që duket s'kishin arritur ta preknin qiellin. Ishte lutur në dhomë e në tempull për kot. 13.000 njerëz ishin vrarë në luftë. Rreth 20.000 të tjerë ishin përdhënuar. Pra, mbi 30.000 tempuj të dhunuar dhe prap qetësi në qiell dhe interferencë në tokë. Ajo e kishte dashur jetën shumë kur i kishte pasur të bitë. Madje edhe kur e kishte pasur së paku shpresën. E tash, çka i due jeta pa Milanin dhe Gjovalinin? Ende pa u zbardhur dita e martë, kishte hapur derën, kishte marrë shkrepsën tek Xhaku, kishte spritur shkallët dhe kishte hyrë në podrum. Aty kishte qenë rrëmuj, por këmbgulësia e saj e kishte gjetur kantën e kuqe të benzinës. Nga 10 litra, sa zinte kanta kishin mbetur nja 3 litra. Mjaftonin. Me që ishte herët, kur kishte dalë në opar, kishte këputur një thupër nga gardi dhe kishte futur një dykur në gjepin e jelekut. Normalisht që të kishte me çfarë të mbrojt në rast se i ditë në ndonjë qen. Por çudi, as qeni i shtëpis nuk e kishte dëgjuar kur kishte dalë si hije. As kush se kishte parë. Të gjithë ishin duke fjetur. Ishte ende terrë. Ajo ashtu me gurë në gjepa, me kantën në njërën dorë dhe shtagën në dorën tjetër, kishte dalë nga opori, kishte ecur mes hijeve të pemëve dhe ishte nisur drejt varreve të Mejës. Kishte ecur me hap fantazme në mes të natës dhe të ditës, kur nata kishte mbaruar e dita ende s'kishte filluar. Ishte ulur në varret e djemve të saj që ishin në rendin e parë. Ulur mbi varret e tyre, ajo i vajtoi fëmijët e saj të vdekur. I kishte rregulluar lulet e kururat, i kishte përgëdhelur varret, kishte folur me ta dhe pastaj kishte dalë në rrugë e ishte nisur drejt shtëpisë. Drejt shtëpisë, por jo në shtëpi. Kur kishte arritur në pikën në mes të shtëpisë dhe varreve, apo në mes të gjallëve dhe të vdekurve, ku i kishte lënë kantën dhe shkrepsën, e kishte kaluar rrugën, ishte futur në livadë dhe pak hapa me tutje. Ishte ndalur pranë një gardi që ishte mbuluar me shkurrë dhe ferra. Ishte hequr kapakun kantës. Ishte larë me benzinë. E kishte hedhur kantën dhe kishte marrë kutinë e shkrepsës. Ishte kthyer me fytyrë ka varret, aty ku kishte varrosur shpresën, dhe me mendjen top e kishte ndezur shkrepsën. Bashka u doq nga indiferenca. Djemt të saj ishin më të mirët, edhe ajo donte t'ja tregonte botës këtë. Armiku ja mori, ja vrau, si gjithë të tjerët pa dallim. Ja sollën në qese si gjithë të tjerët pa dallim. Ushtria i varrosi si gjithë të tjerët pa dallim, edhe ky mos dallim, kjo indiferencë sosi durimin e saj. Djemtë e mi mendonte ajo ishin më të mirët, ishin ndryshe përse gjalli, dhe ndryshe duhet të jenë edhe përse vdekuri. Si kishte mundur të rinte indiferent ndaj lutjeve të saj dhe ndaj krimeve mbi bijtë të saj. Ajo në mëngjes kaloi rrugën, shkoi pranë një shkurri edhe doqi veten. Kështu pashka e doqi veten dhe doqi vdekjen. E guri gjigant
i vënë për kujtim të saj në vendin e ngjarjes do të formohet një ditë, e do të harrohet një ditë. Por vepra e saj do të jetojë sa të këtë qiell indiferent të sipër. E sa të kujtohet ajo, do të kujtohen edhe dy bijtë e saj. Ajo u fut në zjarr për t'i nxjerrë nga harrimi, nga mosdallimi, nga anonimati i viktimave. Ajo s'flet me fjalë. Ajo flet me zjarr. Ai zjarr thret me kujdes ndaj zemrave të djegura. Pashka, duke djegur veten, ajo tregoi që nënat që presin kthimin e bijve dhe të bijave mund ta humbin durimin. Prandaj ne sot s'duhet t'u ndajmë syt atyre që presin, sepse si mund të ecin nënat përpara kur e ardhmja është mbrapa tyre.